Maturantët në të gjithë Shqipërinë kanë çelur zyrtarisht sezonin e provimeve të maturës shtetërore me testin e gjuhës së huaj. Mbi 26.000 nxënës të klasave të 12-ta ju nënshtruan provimit që u zhvillua në 144 qendra testimi në të gjithë vendin në një kohë zgjatje prej 2 orësh e 30 minutash. Pas daljes nga ambientet e provimit, shumë maturantë u shprehën optimist për rezultatin, duke cilësuar testin të lehtë dhe brenda pritshmërive. Për garantimin e mbarvajtjes së procesit, Ministria e Arsimit angazhoi rreth 2000 mësues, administrator dhe 170 monitorues, të cilët mbikëqyrën zhvillimin e provimit në të gjitha qendrat. Nxënësit ju nënshtruan kontrolle fizike dhe digjitale para hyrjes në klasa, ndërsa rregulloria parashikonte përjashtim të menjëhershëm për çdo maturant që do të kapej duke përdorur telefonin celular apo pajisje të tjera elektronike. Një nga elementet që tërhoqi vëmendjen këtë vit ishte fakti se teza e provimit nuk u publikua në rrjetet sociale gjatë kohës së testimit, ndryshe në rastet e mëparshme. Ministria e Arsimit kishte paralajmëruar se fletët e testimit ishin të identifikueshme, çka do të bënte të mundur zbulimin e çdo tentative për shpërndarjen e tyre. Provimi i gjuhës së huaj shënon nisjen e 4 testeve të detyrueshme të maturës shtetërore, të cilat do të zhvillohen gjatë muajit qershor. Me 10 qershor maturantët do të nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa në 16 qershor do të zhvillohet testi i matematikës. Procesi do të mbyllet me 23 qershor me provimin e lëndës me zgjedhje. Rezultatet e këtyre provimeve do të kenë një rol vendimtar në përfundimin e arsimit të mesëm dhe pranimin e maturantëve në universitetet e vendit.